Nëse nuk flini dot natën, ja receta si të shpëtoni nga pagjumësia. Të flesh herët e përjedhoj të plotësosh të gjitha oraret e gjumit që i duhen një njeriu, është një nga dhuratat më të mira që mund t'i bëni vetes dhe organizmit. Por kjo jo gjithmonë është e mundur, edhe kur keni disa minuta të shtrirë në shtrat me sytë e mbyllur. Përsëri nuk do të arrini të realizoni gjumin e duhur. Ndjesia e pagjumësisë në ato momente duket sikur nuk ka zgjidhje dhe nuk do të mbarojë kurrë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Për të hequr dorë nga kjo rutinë e bezdishme që mund të ndodhë kujdo, ju këshillojmë që të provoni këto metoda të thjeshta, të cilat mund të përmirësojnë cilësinë tuaj. Përpara se të shkoni për të fjetur, ndiqni këto këshilla dhe do të merrni gjithashtu një cilësi më të mirë të gjumit, të nevojshme edhe për aktivitetet tuaja ditore. Zgjidhni një kombinim të thjeshtë në kushte shtëpie dhe konsumoni atë pak përpara se të shkoni për të fjetur. Kjo do ju ndihmojë që të arrini në qetësinë e duhur dhe mbi të gjitha edhe të evitoni problemet që sjell pagjumësia. Kombinoni qumësht me turmerik. Turmeriku ose shafrani indi, siç njihet ndryshe në vendin tonë, është një nga antiinflamatorët më të fuqishëm që mund të keni në shtëpinë tuaj, për shkak të përmbajtjes së kurkuminit. Kjo do të thotë gjithashtu një aktivizues i fuqishëm i sistemit tretës për stomakun dhe qetësimin e problemeve të tij. Mund të ulni nivelin e sheqerit, i cili promovon gjithashtu një gjumë më të mirë, më të gjatë dhe më të thellë në mbrëmje. Kështu do ta keni më të lehtë t'i bëni ballë pagjumësisë dhe problemeve që sjell ajo. Çdo natë përpara se të shkoni për të fjetur, përzieni qumshtin tuaj me një lugë plur turmeriku dhe konsumoni atë të paktën 45 minuta përpara se të shkoni për të fjetur. Provoni të shtoni çaj në rutinën tuaj të mbrëmjes. Do ju ndihmojë të relaksoheni më mirë dhe të arrini gjithashtu një gjumë më cilësor dhe të nevojshëm me orare të zgjatura. Çajrat mund të ndihmojnë trupin tuaj edhe mendjen të kryej më mirë një sër procesesh. Nëse konsumoni kamomilin, i cili njihet si kura më e mirë natyrale, do të promovoni një gjumë cilësor dhe të rehatshëm në mbrëmje. Është zbuluar se ky efekt i thellë qetësues vjen nga një antioksidant i quajtur apogenina. Ky antioksidant lidhet gjithashtu me disa receptorë specifik të trurit tuaj, të cilat do të ulin gjithashtu ndjenjën e ankthit dhe të stresit. Ndikimi i pagjumësisë në organizmin tuaj mund të ndërlidhet gjithashtu me një sër faktorësh. Ndaj, kombinimi i çajit të kamomilit në orare të mbrëmjes suaj mund të ofrojë një gjumë më cilësor dhe të relaksojë mendjen dhe të lehtësojë stresin. Kombinimi i çokoladës së ngrohtë në mbrëmje mund të jetë gjithashtu një tjetër alternativë e vlefshme për cilësinë e mirë të gjumit, duke ju ndihmuar të relaksoheni dhe të evitoni problemet e pagjumësisë. Ekspertët e Healthline këshillojnë çokoladën e ngrohtë me përmbajtje nga 60 deri në 80% kakao, e cila përmban antioksidantët e nevojshëm që ju duhen për të fjetur më mirë në mbrëmje dhe për të evituar kështu problemet që sjell pagjumësia në mënyrë të vazhdueshme. Ndjekja e këtyre trajtimeve në kushte shtëpie do të jetë një mundësi e çmuar e organizmit të arrijë relaksin e duhur edhe të flini më mirë. Lëngjet e pasura me minerale gjithashtu mund të jenë një ndihmë efektive për cilësinë tuaj të gjumit dhe të jepni fund problemeve që sjell pagjumësia. Këto lëngje mund të jenë një ndihmë shumë e mirë për organizmin. Melatonina dhe serotonina janë dy hormonet çlodhëse të organizmit, që mund të luajnë një rol pozitiv kundër problemeve të pagjumësisë dhe të nxjisë që të keni një relaks më të mirë dhe një gjumë më të thellë dhe çlodhës në çdo mbrëmje. Mungesa e tyre është pikërisht arsyeja pse netët tona kthehen në makthe të vërteta, për sa i përket pagjumësisë dhe sistemit tonë nervor. Prandaj është e rëndësishme që të zgjidhni produktet e duhura në mbrëmje për të arritur një relaks më të qetë. Një mënyrë e mirë për të pasur një sistem nervor të qetë është të konsumoni ushqime të cilat janë të pasura me elementë të cilët do ju ndihmojnë të relaksoheni më mirë në mbrëmje dhe të evitoni gjithashtu pasojat e pagjumësisë. Nëse vuani nga pagjumësia,
Sigurohuni që të ndiqni edhe rutinën e duhur në mbrëmje për të arritur një relaks më të mirë të trupit dhe të mendjes suaj, çka do ju ndihmojë gjithashtu në orare të zgjatura të gjumit. Stresi, problemet e përditshme, puna e zyrës e të tjera janë disa nga faktorët që ndonjëherë mund të vendosin trupin në vështirësi dhe mendjen tuaj ta bëjë që të bredh nga një mendim në tjetrin. Nëse ju jeni një person që shpesh vuan nga problemet e pagjumësisë, ka ardhur koha që të ndërmerrni disa hapa kryesor për të evituar këto shqetësime dhe për t'i sjellë vetes suaj një gjumë më të mirë dhe relaksues. Për të çlodhur dhe për të arritur një gjumë më të mirë në mbrëmje, ekspertët rekomandojnë disa përbërje efektive, të cilat do ju ndihmojnë në një relaks më të mirë të trupit edhe të mendjes suaj në tërësi. Për këtë ju duhet një 4 e lugës së gjellës me mjalt, një 8 e lugës së gjellës me kripdeti dhe një lugë gjedhe vaj kokosi. Ju mund të bëni këtë përzierje ashtu siç është ose ta mbani në një gotë me ujë të ngrohtë dhe efekti do të jetë i menjëhershëm. Kjo përbërje mund të vendoset në gjuhën tuaj përpara se të shkoni për të fjetur. Do ju ndihmojë që ta arrini një relaks më të mirë të trupit dhe të evitoni gjithashtu problemet që sjell pagjumësia në organizmin tuaj. Nëse shqetësoheni vazhdimisht nga problemet e pagjumësisë, duhet të tregoheni më të vëmendshëm, më të kujdesshëm edhe me mënyrën se si ushqeheni në mbrëmje, pasi është e vetmja mundësi që të arrini relaksin e duhur të trupit. Nëse vuani nga pagjumësia dhe nuk e dini se çfarë duhet të bëni në këto situata, në mënyrë që gjumi t'ju arrijë në orare të plota, atëherë ndiqni me vëmendje këtë video deri në fund për të kuptuar rolin e ushqyerjes edhe në menaxhimin e këtij komplikacioni. Ekzistojnë disa ushqime të cilat do ju inkurajojnë dhe do të stimulojnë një gjumë më të mirë në mbrëmje. Le t'i zbulojmë së bashku cilat janë këto ushqime sipas Sleep Speaker dhe si ndikojnë ato në cilësinë tuaj të gjumit dhe çfarë duhet të bëni që të arrini gjithashtu edhe procesin më të mirë të gjumit. Ekzistojnë disa ushqime të cilat ju relaksojnë dhe stimulojnë gjumin. Pagjumësia është një shqetësim i përhershëm, shpesh i karakterizuar edhe me probleme të tjera që mund të ndërlidhen me pasojat e pagjumësisë. Nëse jeni një person që e keni të vështirë të flini në mbrëmje, atëherë ka ardhur koha që të ndryshoni rutinën tuaj. Personat që vuajnë nga pagjumësia e dinë mirë se sa stresuese është fakti që qëndroni në shtratin tuaj dhe përsëri gjumi nuk ju merr. Kjo mund të krijojë vështirësi nga më të ndryshme të cilat do të ndikojnë në çështjet tuaja emocionale dhe krijimin e komplikacioneve në të ardhmen. Për të fjetur, është e nevojshme që të arrini të rregulloni balancën e dietës suaj. Kështu do ta keni më të lehtë të përmirësoni cilësinë tuaj të gjumit dhe të mbani larg këto komplikacione. Jo vetëm që janë ushqime të mira, por këto produkte do ju ndihmojnë gjithashtu të lehtësoni problemet tuaja stresuese dhe të arrini një gjumë cilësor dhe të shëndetshëm në mbrëmje. Konsumi bananes në vaktin tuaj ditor do të jetë një mundësi e çmuar e organizmit. Bananet, përveç se janë të ëmbla dhe të shijshme, ato janë të pasur me kalium, me magnez. Këto dy substanca do ta ndihmojnë trupin tuaj të luftojë problemet e pagjumësisë dhe të sjellë gjithashtu një rigjenerim më të mirë të energjive të humbura gjatë mbrëmjes. Çaji i blirit. Ku ka më mirë se sa të përdorur çajin e blirit, i cili ka një aftësi të mirë relaksuese dhe mund të shtohet në vaktet tuaja ditore si një ndihmë shumë e mirë kundër problemeve të pagjumësisë. Ky çaj do ju ndihmojë të relaksoheni më mirë në mbrëmje dhe t'i thoni lam të mirë problemeve që sjell pagjumësia. Kështu do ta keni më të lehtë të arrini cilësinë e duhur të gjumit dhe të evitoni shqetësimet e saj në mënyrë më të mirë. Qershit. Me ardhjen e verës vijnë edhe frutat e shijshme, një prej tyre janë edhe qershit. Janë të ëmbla të mira të pasura me melatonin, i cili do ju ndihmojë të relaksoheni më mirë në mbrëmje dhe të arrini të keni një gjumë më cilësor, citon Sleep Speaker. Vëmendje. Ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.